Mendoj se falet radhë tia. Çdo gjë në jetë falet nëse ekziston gatishmëria. Edhe nëse ai që ka botë rreth tij, sinqerisht është shpendu. Një pyetje? Apo na ndaleni me një pyetje? Apo na përgjigjeni me. Cila është mosha ideale për martesë? Kur mosha ideale për martesë, nuk ka moshë ideale për martesë. Martesa bëhet atëherë kur dy çifte dojnë njëri tjetrin edhe ndihen të gatshëm me marrë atë hap, me u martu dhe me kriju institucionin më të rëndësishëm në jetë, familjen. Ju a jeni martu? Po, Kur jeni martu? Në çfarë mosha? 23 vjeçar. 23 vjeçar, që jeni njoftu? Apo na tregon pak a shumë? Tha veç një pyetje, po jemi njoftu spontanisht, jemi njoftu edhe më herët. Jemi njoftu, kemi dalë. Mendoj se falet radhë tia. Çdo gjë në jetë falet nëse ekziston gatishmëria. Edhe nëse ai që ka botë rreth tij, sinqerisht është shpendu. E tia e kështë falë në herë. Pas qysh unë kërkoj falje prej Zotit për çdo ditë, unë mos më gjetë të fuqinë me e falë dikend. Faleminderit shumë. S'ka përse shumë.